I dal nga radhët e skuadrës së Prishtinës, më pas se siguroi kontratën te ekipi i parë i Prishtinës dhe në vitin 2012 doli për ta përjetuar aventurën e parë jashtë vendit. Edhe ato zgjodhi Suedin. Një pjesë bukur të mirë ka kaluar nëpër skuadra të ndryshme derisa arriti në vitin 2024 te Karlstad, ku edhe e përfundoi karrierën. Por puna me gjeneratat e reja është shpërblyer tani dhe ka filluar një aventurë të re si ndihmës trajner të ekipi Karlstad. Pra, për dëgjuesit e Radio Dugaxhinit, në lidhje tani nga Suedia kemi Ilir Berishën. Ilir, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjuesit e Radio Dugaxhinit. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi si gjithmonë. Është një histori e mirë për t'u treguar, Ilir, histori e bukur nga futbolli i Kosovës në Suedi ku ka zhvilluar karrierën edhe tash nis aventurë të re. Patjetër që po e fillon rrugën me sport është shumë vështirë që ti ndash edhe pas përfundimit të karrierës. Kam pas fatin që edhe ti mbaroj licencimet direkt pas pensionimit nga futbolli aktiv, gjë që cila bën edhe kalimin më të lehtë nga aspekti i lojtarit aktiv deri tek trajnerët që ndihmojnë gjeneratat e reja dhe pse jo edhe tek gjeneratat që janë të bazuar në bazë performancës, siç është për shembull edhe në ekipet të para. E lexova një deklaratë të drejtorit të skuadrës së Karlstad, nëse s'gaboj Anderson e pat mbiemrin, pati shumë fjalë të mira për ty edhe për atë që ke bërë te ky ekip. Si që seka dhe pak më herët, kalimi ka qenë shumë i natyrshëm edhe duke ditë pasionin që kemi për futbollin edhe se jo t'i ndihmojmë edhe gjeneratat e reja. Punë e mundimshme për të fillu, sepse është një botë komplet ndryshe nga aspekti i lojtarit, ke përgjithësi më shumë, mënyra e qasjes ndaj ushtrimeve, planifikimi e shumë gjëra të tjera, sidomos në akademi ku bë fjalë për gjeneratat e reja që kanë edhe shkollimin krahas saj e gjithë të tjerat që vinë për rreth. E mundimshme, por që ja ka vlet sepse vetë unë si trajner kam arrit me urrit në rol, edhe puna normal që më shpërbly ka qenë edhe pak pjesë e moralshme që të shëndroj besnik ekipit i cili edhe shpenzoj për të më siguruar domethënë licencimet edhe shkollimet, kështu që ka qenë një zgjedhje goxha e lehtë edhe duke pas parasysh që kontaktet i kemi mbajtur tërë kohën, kam qenë edhe vitin e kaluar duke punuar shumë afër ekipit të parë, ku kam pas edhe rolin e transitional coach, domethënë lojtarët e ri që kanë qenë kvalitativ, cilët kanë pas mundësinë me u kyç, me stërvit me ekipën e parë her pas here, dhe pse jo nga ata që mund të arrit edhe të marrin rrugën drejt në ekipën e parë nga akademia e futbollit. Deri ku ke arrit me shkollimin në zërin e trajnerit? Kam marrë licencimin A, UEFA A, domethënë është mundësi që ju jepet lojtarëve elitar që kanë luajtur mbi 7 vite në elitën më të madhe, domethënë Suedi dhe të njëjtën edhe në vendet e tjera të Evropës, kështu që ato e kam bërë brenda një viti, është një mundësi që është shumë e mirë, por që për fat keq do të zhduket ngadalë. Pse? Arsyeja është e thjeshtë, ka të tjerë të cilët nuk kanë luajtur në elitë, por që janë goxha kvalitativ dhe kanë njohuri të mëdha në futbollin që të jetë mundshme për të gjithë që të arrihet kjo formë, po në kuadër të njëjtave parametrave që secili domethënë ta ketë kohën e duhur për të futur aty. Se është patjetër një konkurrencë jashtëzakonshme për të futur edhe në këtë modul ne që e kemi bë. Kërkesa është aq e madhe sa që vetëm 20 persona domethënë pranohet nga viti në vit. Wow. Është thjesht një mundësi që Suedia ka mundsuar 10 vitet e fundit, por brenda 2 viteve po pretendohet që kjo mundësi të largohet, a pastaj duhet që mi ndjek të gjitha hapa siç e bëjnë gjithë trajnerët që duhen të kualifikohen. Ilir, si reagove kur të erdhi oferta, kur ta komunikun lajmin që je përzgjedhur për pozitën e ndihmës trajnerit? Bisedimet kanë qenë edhe kur ka ardhur ky trajneri që është i sotshëm, është Paul Olofsson, një trajner që ka bë emër, domethënë nga Allsvenskan ku ka qenë mbi gjitha edhe në Örebro.
posedon edhe UEFA Pro licencën. Një punëtor ka bërë një ndryshim të madh tek Kallstadi, edhe ka punu me projekte afatgjate. Ka qef lojtar të rit ju i pët mundësia, por edhe normal që ne i kemi synime që të futemi një ligë më lartë. Kur më ka ardhur mundësia, patjetër që kom pasi një mundësi të rritjes në pozitë, po para se të gjithash edhe të tregoj veten se ku qëndroj unë dhe çfarë janë synimet e mia me zëjen e trajnerit. Si e vlerëson ekipin Karlstad në përgjithësi? Ekip interesant, duke pas parasysh që është një ndër ekipet që ka infrastrukturën më të mirë se disa ekipe, edhe pse që garojnë në ligat më të mëdha se ne. Fakt është që kemi për shembull një fushë të përmasave të mëdha që është e mbuluar, domethënë fazën e dimrit e kryem aty brenda, gjë që nuk e kanë edhe shumica ekipeve elitare. Kështu që për të qenë një vend i vogël me 100 mbi banor është një mundësi tejet e madhe. Esenca është që të vinë shumë gjenerata të reja që dojnë me u zhvillu dhe pa marrë parasysh me pa edhe mundësinë që mund të kalojnë edhe diku tjetër, se besoj që Kallstadi nuk do jetë një ekip vendimtar për ndonjë të ri, po është esenca që më u zhvillu edhe ne sidomos që të rritemi të him në futbollin elitar suedez, që me mujt me u rrit edhe emrin edhe mundësitë për të kriju një stabilitet financiar, po edhe si ekip të njihet për prodhimin e lojtarëve, po edhe për lojën e bukur të futbollit. E përmendëm më herët, je zhvillu te grupmoshat e reja, po më intereson me ditë sa dallon ose çka e dallon futbollin skandinav me atë evropian? Dallimi nuk besoj që është ndonjë gjë shumë e dukshme, thjesht është që puna që bëhet, domethënë është punë intensive, punohet në aspektin fizik më tepër, duke pas parasysh edhe parametrat kohor, domethënë fazën përgatitore në fillim të garave e kemi diku rreth 3 muaj, domethënë është një fazë shumë e gjatë, mentalisht goxha e rëndë, dhe thjesht domethënë krijohen karaktere të forta që po besoj që është edhe diçka e dukshme edhe në futbollin skandinav në përgjithësi, si në rajon domethënë Danimark, Norvegji e Finland. Nuk është e lehtë të luhet domethënë nga prilli deri në diku në fund të tetorit, duke pas parasysh që verës i kemi vetëm 2 javë pushim. E pastaj duke pas parasysh që vjen edhe stinori pranveror prap me 3 muaj fazë përgatitore, duke pas parasysh gjithë parametrat kohore edhe të aspektit fushave që për shembull këtu mbizotron bari sintetik, edhe që është domethënë edhe më e dëmshme për lojtarët, po edhe që krijon edhe ngarkesa më tepër. Po dalim pak prej Karlstadit, atë befasoj Kosova që arriti me poshtë Suedin 2 herë në kuadër të kualifikimeve për botëror dhe siguroi fazën e play-offit. S'kisha desh me qut befasi, është një momentum që Kosova po e përjeton dhe është për të ardhur mirë. Kjo shkon pak krahas edhe se Suedia ka pas momentin e saj të një ulje në kvalitet, ka pas probleme të brendshme edhe sot domethënë shihet që nuk është duke u rikthjell nga kjo situatë. Kosova gjendet në një moment shumë të mirë, motivues totalisht, kanë pas paraqitje shumë të mira, gjë që vrehet dita ditës, që është në rritje sipër. Edhe për mendimin tim nuk besoj që do kisha quajt befasi, po thjesht është e merituar, normal dihet që Suedia në aspektin ekipor nështë është më lartë e rankume, mirë po në bazë këtyre 2 loja ka tregu maturi, ka tregu mençuri mbi gjitha se futbolli evropian apo në dhaj ndërkombëtar po shihet që ekipet kanë fillu të krijojnë identitet, dinë me u përshtat për të bërë domethënë maksimumin në një ndeshje të përcaktuar kundër një kundërshtar përcaktuar. Në bazë të asaj që ke po, është merit e përgjithësit Franco Foda apo është kombinim edhe me lojtarët që janë sjellë së fundmi?
Duke pas parasysh tash që rolin e trajnerit, ti mund t'i kesh edhe shumë ushtar, domethënë të një kalibrit të ndryshëm brenda për brenda, mirë po mënyra se si mund të arrish që t'i bësh gjithë të luftojnë për njëri tjetrin, siç po shihet për shembull një super ekip tani që është kriju atmosferë shumë e mirë brenda në ekip, ku të gjithë e dojnë të mirën e kombëtarës të Kosovës, edhe nuk vrehet ai që futet apo ai që nuk luan fare, thjesht janë në mbështetje të kombëtarës edhe din qëllimin kryesor. Kështu që patjetër që një sukses të madh ka bërë edhe Foda me përzgjedhjen, me arritjen e kombinimit të ekipes edhe të nxjerrjes maksimumit të performancës tyre. Kështu që është një arritje të jetë e mirë dhe duhet të ketë respekt për këtë gjë që ka bërë Foda. A ndryshon tash loja për shembull ose a bëhet më e vështirë ballafaqimi me Slovakinë, a ndryshon diçka prej kombëtarëve që jemi ballafaqur deri tash? Automatikisht loja e play-offit është edhe futje në presion, është një ndeshje që përcakton fatin apo të kalojmë apo të mos të kalojmë. Thjesht nuk do të kalojmë në eufori, të marrim një ndeshje sepse Slovakia duke ditë që ka kvalitet. Mirë po dhe ne kemi tregu dhe kemi vërtetuar që edhe kvalitetet kemi ditë më u ball. Kemi ditë të menaxhojmë ato situatat lojrave, edhe thjesht duhet analizu në mënyrë më të mirën të mundshme edhe të shikohet për mundësit, mirë po pa marrë parasysh kësaj si thash, mos të jemi euforik, ne e dim që jemi pak më në inferior në aspektin kur shikohet domethënë në letra, si që themi në gjuhën e futbollit, por gjithçka është e mundshme, thjesht përshtatje dhe angazhim maksimal, gjithçka besoj që mund të arrihet, po duhet kemi edhe pak fat me ne. Po duhet të kthy veç pak prapa në kohë, po më intereson te viti 2012, kur Kosova nuk ka qenë e pranuar në FIFA në UEFA, ka qenë pjesë e skuadrës Prishtinës, edhe në atë kohë ke arrit me kalu te Orebro. Ç'është ndodhi? Ka qenë viti 2013, ishëm duke shku me FC Prishtina në Ulqin fazën përgatitore, dhe në atë kohë kisha edhe agentin Remo Rashica, shqiptari që vepron në Gjermani, i cili më dha një mundësi dhe tha që duhet shkosh në Gjermani. Vajta atje një javë, nuk rrjedhen gjërat siç e menduam dhe pastaj desha të kthehem në Kosovë për t'u bashku Prishtinës, edhe në ato momente Albert Bunjaku, ish selektori i Kosovës, më telefonoi dhe më tha që në Orebro është i gatshëm të ofroj një javë provë edhe kanë nevojë për një qendër mbrojtës. Shkova nejta një javë, bona paraqitje të mira edhe arrita me marrë kontratën, kështu që nga ajo ditë ja këtu ku jemi sot. Ja, çush është historia fundollet. Nisësh për diçka tjetër, përfundon krejt dika tjetër. Fati sportiv. Qëllimi ka qenë i njëjtë, thjesht destinacioni ndryshëm, po kësaj nuk i dihet. Gjonat mund të ecin, mund të ndryshojnë shumë shpejt. Vetëm sa për informat, për shembull, vajtja në Gjermaninë s'ka qenë dështim, ka qenë për shembull aspekte tjera financiare që nuk kanë rrjedhë siç e kishmi paramenduar ne. Edhe nga një herë gjonat nuk i kemi vetëm në dorë neve, po janë edhe faktorë të jashtme që ndikojnë edhe që ne nuk kemi fare të bëjmë me atë punë, kështu që në atë kohë 2013 ka qenë goxha e madhe me dal jashtë me provu. Bile disa edhe nga shokët e skuadrës të asaj s'kishin edhe mundësi televizjes, unë kam pas fatin se kam posedu dokumentat e Gjermanisë atëherë. Sakt. Kështu që kam pas shumë atlet lëvizje nëpër Evropë. Dhe ja, fati. Edhe për fund, një tjetër tregim i bukur dhe i suksesshëm është edhe aventura vllait tënd Elon Berishës, i cili është pjesë e Superligës Kosovës. Apo arrin mja përcjell ndeshjet edhe sa e kënaqur për ta? S'kam qef me fol shumë për vllahun. Ama edhe na smujna pa pyet. Eloni për shumë që nuk e din, ka qenë edhe vetë aktiv në Rami Sadik, edhe herët e ka marrë domethënë drejtimin
zëjes trajnerit, me sa duket edhe është një ndër trajnerët më të ri që ka qenë edhe në ligë të parë, po edhe tani në Super League. Patjetër që ndihem krenar për punën që po e bën. Pëlqen mënyra e tij e qasjes edhe ndaj mediave, ndaj opinionit, punë shumë, flet pak. Edhe puna në fushë është ajo që për mendimin tim edhe në bazë të saj ty e pa çka ndodh domethënë aspektin ndërkombëtar edhe diku tjetër, gjithçka çka shihet në fushë është ajo që vlen. Patjetër që jam tepër krenar, shpresoj që të ketë fatin edhe të ketë ecuri të vazhdueshme në këtë mënyrë siç po vazhdon. Është një punë që nuk i dihet, thjesht do të më pas edhe fatin siç po e cekje, kështu që shpresoj vetëm të ketë shëndetin edhe të punoj në këtë stil, në këtë ritëm edhe e përcjellshin sukseset gjithmonë. Faleminderit shumë për kohën. Ndeshjet jam mundësitë e mia, domethënë po i shiqoj ndeshjet edhe të Superligës në përgjithësi, po patjetër që edhe të Malishevës. Unë të falenderoj shumë për kohën, është kënaqësi me diskutu bashkë për futbollin, për karrierën tënde, edhe të urojmë shumë sukses te ekipi Karlstad dhe uroj të shohim lart e më lart. Faleminderit shumë Naim për ftesën pikëpari, kënaqësi të ndoj kohën me ju, shpresoj edhe juve t'ju uroj suksese dhe vazhdimsi në këtë mënyrë.